Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të rinumërojë të gjitha votat e qarkut Tiranës. Partia Demokratike shfryzoi të drejtën ligjore të dy anëtarëve të propozuar nga vetë ajo në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve për të hapur 1281 qendrat e votimit të Tiranës. Me kërkesë të dy anëtarëve të KAS-it do të bëhet këshyrja e kutive të fletëve të votimit për qarkun Tiranë. Bazuar mbi këtë vendim do të rinumërohen rreth 450.000 vota të Tiranës për partitë politike, por edhe për kandidatët, duke plotësuar kështu kërkesat e garuesve të opozitës si Ilir Ali Mehmeti për rinumërimin e të gjitha votave. E ndërsa fitoi të drejtën të rinumërojë Tirana, mbetëja e opozitës për përsëritjen e zgjedhjeve mori sot goditjen e parë. Komisioni I Ankimimeve dhe Sanksioneve rrëzoi kërkesën e PD-s për shpalljen të pavlefshme të zgjedhjeve në qarkun e Kukësit. Shumë nga temat e trajtuara në debatin që u zhvillua këtu në seancë, ne I kemi trajtuar edhe më përpara. Jo vetëm kur kemi pasur përballë ankuesin, por edhe kur kemi pas përballë subjekte të tjera. Në vendimin tonë të arsyetuar, ne do t'i referojmë këto rastet e vendimeve tona të mëparshme, me qëllim që publiku I interesuar të kuptojë se për ne standardi I gjykimit është prioritet I prioriteteve. Për ne nuk ka rëndësi kë kemi përballë, për ne ka rëndësi çfarë kemi përballë. Kjo është kërkesa e parë e Partisë Demokratike për pavlefshmëri që rrëzohet nga KAS, ndërkohë që kërkesat për përsëritjen e zgjedhjeve në 11 qarqet e tjera të vendit janë ende në proces shqyrtimi. Ndërkaq po sot në magazinat e KQZ-s në Vaqar janë hapur 233 kuti të materialeve zgjedhore me kërkesë të Partisë Demokratike. Opozita kërkoi verifikimin e këtyre kutive pasi komisionerët kanë raportuar 0 flet votimi të papërdorura, ndërsa KQZ këmbgul se komisionerët kanë bërë raportimi gabim pasi rreth 100.000 flet votimi që nuk u përdorën në 11 maj ndodhen pikërisht në këto kuti.